Në emisionin Debat në shenja, zhvillimet e fundit politike në vend kanë qenë në qendër të analizës. Pas zgjedhjeve lokale, çështja e rikonstruimit të qeverisë është rikthyer si një nga temat kryesore, duke hapur dilema nëse reformulimi i kabinetit do të sjellë stabilizim apo tension brenda koalicionit qeveritar. Në fokus ka qenë edhe kongresi i paralajmëruar i BDI-s, ku kjo parti synon reforma të thella për të rikonfirmuar pozicionin e saj politik. Analisti Sefer Selimi mendon se një pjesë e figurave në BDI të cilët kanë treguar rezultat në të kaluarën duhet të vazhdojnë dhe të veprojnë ende, ndërsa shton se liderët e Vlenit janë burimi për çarjeve, prandaj shkrirja është e vështirë. Selimi për këtë qeveri thot se po i ndjek sindromi i pozitës. Këtë qeveri, ashtu edhe si qeveritë e tjera, është duke ndjekur një, do të thoja unë, një sindrom i pozitës. Zakonisht gjitha qeveritë mundohen që njerëzve të gjenë ministri, pushtet, pozita dhe jo pozitave, ministrive, institucioneve njerëzit e duhur dhe adekuat. Zoti Mickoski, sidomos në raport me partnerin shqiptar, i mori në qeveri si humbës dhe tani instaloj si fitues në pushtetin lokal. Dhe ato detyrimisht dhe duhet tjenë shumë amortizues ndaj çdo veprimi. Ndërkaq, analisti politik Xhenu Riseni vlerëson se nuk ka asgjë të kontestueshme në koalicionet e partive shqiptare me ato maqedonase për zgjedhjet lokale. Ai vlerëson se Vlen tani, por edhe BDI më parë dhe PDSH kanë bërë koalicione me partitë maqedonase, ndërsa për Vlen tha se tashmë e ka kaluar testin e legjitimitetit. Shumë e vërtetë është që Vlen e ka pas atë barrën e legitimitetit në kalumën që mbi supe që disi e ka fituar. Dallimi është mbi 28 vota të cilën e ka pas Hashim Mickoskis dhe tani nuk e ka. Tani unë pres një Vlen pak shumë ndryshe sepse shumë eksponent të AKI-s në zgjedhje lokale kanë thënë që testi i legitimitetit, po të citoj, testi i legitimitetit të shqiptarët do të jetë çajri dhe tova. Dhe këtë test pa pikë dyshime e kanë kalu Vlen dhe duke u bazuar në këtë narrativ, Vlen e ka kalu testin e legitimitetit. Tutje, Iseni ka deklaruar se BDI në kongresin e ardhshëm i nevojiten reforma të thella dhe se për dallim nga e kaluara kur reformat janë bërë sa për të thënë se kanë bërë, ajo e ka justifikuar veten me fitoret, por se tani këtë komoditet nuk e ka.